Ja miri pak të shia jetën. Pse a jetën gjënoha shio ata? Wallahin, jo rrejnë. Wallahin, jo mashtrojnë. Wallahi, janë njerëz dinak. Ata që thojnë jam knas, kër jam konë i rritë të pi. O knasha, so knash, ka vojt. Wallahi, një rrën ata që thojnë i këm pas ndërruhe. Se shkëshin për para, këta që i kanë 60 e din që atje në Çekoslovakije, në Bugarije, shkëshin të ishin pushime, ku po shkërë Allah pushime atje, Mekë nuk është as Medine, e shkëshin i bëjshin të farë dzezash, po të kej që ta është i kajnë, kej që ta është i mërziten, se ndoshta edhe për ju kthehet në vlatë e tyre, ndoshta për ju kthehet shpirtin e tyne, po përjetojnë varfni, ata janë shumë të pasur, po kanë varfni shpirtnore. Edhe nuk janë knaqë, edhe ata që kanë shku atje kanë batu sen. Edhe ata që po i bojnë sot e kësoj dite. Kanë kriza të randa, që na jemi të jetu jetën me lula në krasim, qysh po jetojnë ata që kanë kalu jetën harame.